Kandidati për kryetar komune në Gostivar nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta gjatë ditës së sotme ka vijuar fushatën zgjedhore përmes një konference për shtyp, në kuadër të së cilës ka paralajmëruar mbi 20 projekte që planifikon të realizojë në vitin e parë të qeverisjes me komunën nëse qytetarët do t'ja besojnë votën. Bejta theksoi se nëse vjen në krye të komunës së Gostivarit nuk do të hakmerret ndaj askujt, por do të përqendrohet në realizimin e projekteve në dobi të qytetit dhe qytetarëve. Unë vi për të mirën e qytetit tonë, vi për të mirën e qytetarëve tonë, vi për të bërë punë të mira edhe të realizoj projekte të mëdhaja për të mirën e qytetarëve të Gostivarit. Bashkë me qeverisjen qendrore do të realizojmë për të mirën e qytetit të Gostivarit mbi 25 projekte. Këto projekte do të realizohen në vitin e parë dhe qytetarët do t'i shijojnë, do t'i shohin dhe do të krenohen me punët e mira që do t'i bëjmë në të mirën e tyre. Të dashur qytetarë, unë nuk vi për t'u hakmarrën. Nuk vi që t'ju hakmirën administratorëve. Administratorët në komunë dhe institucionet tjera, ato e kanë kryitur punën në mënyrë profesionale, ashtu si që kanë thënun e prorët e tyre. I pyetur se cilat projekte do t'i veçonte si prioritet për vitin e parë të mandatit, Bejta nuk veçoi asnjë projekt konkret, duke theksuar se investimet do të ketë në çdo vend banim të komunës së Gostivarit. Se mos si lodhim qytetarët, e kemi dokumentacionin që janë të shkruara për çdo lagje që i kam parapar mjetën nga qeveria që janë dedikuar në komunën në Gostivarit. Dhe asnjë dinar nuk do të keq përdoret, qoftë nga buxheti komunal i komunës së Gostivarit, qoftë mjetet financiare që do të vinë nga buxheti qendror qeveritar. Ndërkohë, kandidati për kryetar komune nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta ka vijuar aktivitetet e fushatës zgjedhore edhe gjatë fundjavës, duke zhvilluar takime me qytetarët në disa zona të komunës së Gostivarit, ku është diskutuar për nevojat lokale dhe projektet e planifikuara për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar.